Hekuran Cumani, një 23 vjeçar me origjinë shqiptare, u qellua për vdekje me thikë në një nga parkingjet e Universitetit të Perugjas në orët e para të së shtunës. Mediat italiane raportojnë se prokuroria po e heton çështjen si vrasje, ndërsa krimi dyshohet se ishte rezultat tragjik i një grindjeje. Viktima u qellua me thikë në fyt, duke rezultuar në vdekjen e tij. Kur personeli mjekësor mbërriti në vendngjarje, ata mundën vetëm të konfirmonin vdekjen e të riut nga një plag me thikë në gjoks. Pas hetimeve fillestare dhe dëshmisë së disa dëshmitarëve, doli në pas se një individ ende i panjohur e goditi 23 vjeçarin pas një sherrri për arsye të parëndësishme. Kryetari i bashkisë, Këshilli Bashkiak dhe Këshilli Bashkiak i Perugjas shprehin hidhërimin e tyre më të thellë për vdekjen e të riut. Lajmin e ka tronditur të gjithëve, si individ dhe si institucione, shkruajnë ata në një deklaratë të përbashkët. Ne qëndrojmë me familjen dhe miqtë e tij, të cilët po përjetojnë pikëllim të padurueshëm sot, me dashuri dhe respekt. Është vështirë të pranohet që një jetë kaq e re të ndërpritet në një mënyrë kaq tragjike. Dhimbja e këtyre orëve shtrihet në të gjithë qytetin. Perugja qëndron me ata që vuajnë sot me hidhërim për një tragjedi që prek thellësisht komunitetin tonë, shprehen ata.